Zana Filla, kapitulli 21. Zoti vizitoi Sarën siç i kishte thënë, dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjis dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami ja vuri emrin Isak, birit që kishte lindur dhe që Sara kishte pjellë. Pastaj Abrahami e rrethpreu birin e tij Isak kur ishte 8 ditësh, ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi biri i tij Isaku. Dhe Sara tha: Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjoj ka për të qeshur bashkë me mua. Dhe tha gjithashtu: Kush mund t'i thoshte Abrahamit që Sara do të mbënte fëmijë? Sepse unë i linda një djalë në pleqërinë e tij. Kështu pra, fëmia u rrit dhe u zvordh, dhe ditën që Isaku u zvordh, Abrahami shtroi një gosti të madhe. Tani Sara pa që djali që kishte lindur Abrahamit nga Agari, egjiptasja, qeshte. Atëherë ajo i tha Abrahamit: përzëre këtë shërbyese dhe birin e saj, sepse biri i kësaj shërbyese nuk duhet të jetë trashëgimtar me birin tim, me Isakun. Kjo gjë si pëlqeu as pak Abrahamit për shkak të djalit të tij. Por Perëndia i tha Abrahamit: mos u hidhëro për shkak të djalit dhe të shërbyeses sate. Dëgjo tërë ato që të thot Sara, sepse nga Isaku do të dalin pasardhës që do të mbajnë emrin tënd. Dhe nga djali i kësaj shërbyeses unë do të bëj një komb, sepse është një pasardhës i yt. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, mori bukë dhe një çalik ujë dhe ja dha Agarit, vuri gjithçka mbi shpatullat e saj dhe e nisi bashkë me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredhë në përshkëtëtirën e Bershebas. Kur uji i çalikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje dhe shkoi e u ul përballë tij në një largësi sa një goditje me hark, sepse thoshte: nuk dua ta shoh fëmijën të vdes. Kështu ajo u ul përballë tij, ngriti zërin dhe qau. Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe ëngjëlli i Perëndisë thirrri Agarin nga qielli dhe i tha: çfarë ke Agar? Mos ki frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. Çoje djaloshin dhe mbaje fort me dorën tënde, sepse unë do të bëj prej tij një komb të madh. Atëherë Perëndia ja hapi sytë dhe ajo pa një puz ujë. Kështu vajti të mbush çalikun me ujë dhe i dha të pi djaloshit. Dhe Perëndia qe me djaloshin. Ai u rrit, banoi në shkretëtir dhe u bë shenjtar harku. Ai banoi në shkretëtirën e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. Në atë kohë, Abimeleku së bashku me Pikolin, kreu i ushtrisë së tij, i foli Abrahamit duke i thënë: Perëndia është me ty në tërë ato që bën. Prandaj betohu këtu në emër të Perëndisë që ti s'ke për të gënjur as mua, as bijtë e mi, as nipërit e mi, që ti do të përdorësh ndaj meje dhe vendit ku ke banuar si i huaj, po atë dashamirësi që unë kam treguar ndaj teje. Abrahami ju përgjigj: betohem. Pastaj Abrahami e qortoi Abimelekun për shkak të një pusi ujë që shërbyesit e Abimelekut e kishin shtënë në dorë. Abimeleku tha: unë nuk e di se kush e ka bërë këtë gjë. Ti vetë nuk ma ke njoftuar dhe unë sot dëgjova të flitet për këtë ngjarje. Atëherë Abrahami mori dele dhe qe dhe ja dha Abimelekut, dhe të dy lidhen aleancë. Pastaj Abrahami vuri mënjan 7 qëngja femër të kopes, dhe Abimeleku i tha Abrahamit: ç'kuptim ka që ka vënë 7 qëngja mënjan? Abrahami u përgjigj: ti do të pranosh nga dora ime këto 7 qëngja, me qëllim që kjo të më vlejë si dëshmi që unë e kam hapur këtë pus. Prandaj ai e quajti këtë vend Bersheba, sepse aty që të dy ishin betuar. Kështu lidhen aleancë në Bersheba. Pastaj Abimeleku dhe Pikoli, kreu i ushtrisë së tij, u ngritën dhe u kthyen në vendin e filistinëve. Pastaj Abrahami mbolli një marin në Bersheba dhe aty thirrri emrin e Zotit, Perëndi i përjetësisë. Dhe Abrahami qëndroi si i huaj shumë kohë në vendin e filistinëve.